studio tashmë edhe kolegun Mendim Rrugova e kemi këto. Mirë mëngjesi Mendim. Kënaqësi që të kemi kështu siç do të premte dhe faleminderit për kohën dhe për krejt informacionet që i ndonë me neve. Faleminderit. Mendim javën më saktësisht para 2 ditësh Shpakmuti na ka befasu mirë, po rreshje, mandej edhe bora edhe përmbytjet shumë të cilat kanë shkaktuar edhe dome edhe materiale në disa komuna të Kosovës. Çka po ndodh kështu? Faktikisht ne këtu në studio kemi paralajmëruar që do të ketë rreshje, mirë po kam përshtypjen se nuk e kemi prit që ka me shku deri në këtë. Kaq sasi të mëdha nuk është prit ndoshta që mundet me pas. Pak a shumë ka qenë e parashikuar që do të jetë një javë më dinamike. Mirë po treshnat kanë qenë më të shumta ndoshta pse ato shtjella ciklonike nga mesdheu pak kanë lëvizë më ngadalë dhe kanë sjell pak më shumë lagështim në vendin tonë, edhe për ato madje i prunë gjithë ato treshna, sidomos pjesa perëndimore ka qenë pak më e goditme për rreshjeve të shumta, po edhe pjesa qendrore, do thotë edhe Drenica ka pas pak më shumë, Drenica, Malisheva këto pjesë, derisa më pak treshna ka pas pak pjesa lindore. Po ndërkohë të mërkurën e kemi pas një të mërkurë të shmendur për që një natët e shmendur, me qenë se kanë të shumë boti aq shumë do të prej treshnat, shiu akullt edhe mandej edhe rreshtet burës, edhe tash këtë mëngjes sotëm i patëm edhe ngrica deri në -8 Celsius temperatura ishte në aeroportin e Prishtinës sot mëngjes, disa stacione edhe deri -12 Celsius në Leposavica, -11 në Mitrovic, kështu që koç janë do ngrica. Po, natyrisht, tu janë këtë zakonshme për muajin janar, edhe soi përket edhe treshnave, e kemi pas që gjithmonë pas viteve 2020, kemi pas vitin 2021, janarin e 2021-s edhe 2023-s që na kanë sjellë gjithmonë treshna shumëta edhe të lashëm me treshna. Mirë po, do të jetë ditë në vazhdim? Tash ditë vazhdim pak po pritet të është mund shqetësu situata, mas fundjavës, në fundjavë prap pritet me pas një ndryshim pak më të madh. Po për fillim po ndalim të sasitë të rreshjeve, me qenë se ditën e djeshme edhe Instituti Hidrometeorologjik i dha një raport të fundit do thotë për treshnat që janë mbledhur për këto 5 ditë, do thotë prej datës 3 dhe me 8 janar. Me gjitha këto ndryshimet që ndërkohë po të lety me grafikën tënde mirë, po nuk po më i pata bo edhe një pyetje. Këto ndryshimet që pritet me ndodhë që the, ka me pas rreshje, ka me pas borë, se kom përshtypjen që borën e presim ma me kënaqësi, kurse rreshjet sigurisht janë të mirë se ardhëna me një aspekt, me gjithat do shta pas parasysh të dëmët edhe që ka shkaktu sidomos në disa familje në Kosovë. Po, do të rreshjet me qenë se dëpërton një masa pak më të ngrëht ajrore gjatë ditës sotme, që pak e zbusin situatën e ngricave, mirë po, mandej gjatë fundjavës pra pritet me dëpërtu masa të ftohta ajrore, që pritet me shndërru mase këto treshnat qiut i shndërrojnë edhe në rreshje bure, edhe mase javashme fillon pak me e atësar. Po, fillimisht po ndodhen atë grafika, të shohim grafikën do të thotë për sasin e treshnave që janë shënu gjatë ditëve të kalume në vendin tonë, por shihet do të thotë pjesa perëndimore e Kosovës ka pranuar rreshjet më të mëdha. Madje stacioni Njonik mbi 300 mm treshna, përafërsisht 362 mm treshna janë raportuar sipas Institutit Hidrometeorologjik, 240 mm në Kuqisht, mandej kemi edhe 290 mm përafërsisht rrjedhës së Lumbardhit dhe Çanit në atë pjesë, që do thotë janë koxha një sasi e madhe treshna me gjasë edhe i te kalon sasitë të treshna për muajin janar, ndërkohë që pjesëve të Drinit Bardh, do thotë kemi rreth pellgut Drinit Bardh në Klinë 179 mm, mandej dhe i ka 126 mm në komunën e Rahovecit edhe 184 mm ka Hasit, do thotë janë tepër rreshjet enorme. Sa i përket Prishtinës janë 82 mm që janë akumuluar në stacionin Prishtinë, po edhe në aeroportin e Prishtinës janë raportuar diku përafërsisht 90 mm treshna. Kështu që është gati 2 fishi i rreshjeve atmosferike për muajin janar. Do thotë muaji janar vetëm e ka kry, do thotë misionin vetëm me treshna, po kjo ndoshta mundet me qenë edhe një kompenzim
i sasisë së reshjeve për muajin dhjetor, që e shohim pak më vonë që ka qenë tepër një muaj i thotë dhjetori. E të shku ma në lindje, mandej i kemi pak reshjet janë pak ma sasi ma të ulta, sidomos rreth anamorovës në disa pjesë janë ndoshta në 30 mm sasia atyne, po në përgjithësi do të thotë është një situatë me reshje të shumta edhe sasia mesatare, do thotë nëse morëm mesatare në këtë këtyre stacioneve është dikon 104 mm treshna që po shtrihen janë shënuar në territorin e Republikës së Kosovës. Do thotë është një sasi enorme e reshjeve që janë pranuar gjatë këtyre 5 ditëve, vetëm gjatë fillimit vitit, do thotë ndoshta një po them ndoshta një gjashta e reshjeve që duhet më pranu gjatë gjithë vitit në Prishtinë. Ecim të slajdi i ashëm, të shohim do të thotë situatën sinoptike për ditën e sotme çka po na pret. Kemi këtu një animacion, të shohim do të thotë çish po pritet për gjatë natës edhe ditën e shtunë me vazhdu situata. Nëse mund të regjia se është si animacion, pak të shohim si po lëvizin masat ajrore. Për momentin e kemi gjatë ditës sotme është u depërtuar cikloni Goreti për rreth ishër britanik, edhe që ditën e shtunë andaj vetëm zhvendoset për rreth Gjermanisë, edhe përshqiet që do të thotë rryma ajrore që po rrjedhin do të thotë prej detit veriut, kryesisht sjellin treshna dëborës pjesën më të madhe të Evropës së Ndruar, do të thotë nëpër Gjermani, pjesë të Francës perëndimore, Alpet do të jenë gjithë në atë pjesë do të ketë më shumë rreshje dëborës, po në ndërkohë cikloni Goreti formon edhe një shtjell dytë ciklonike për rreth Italisë veriore, që mandej ditën e nesme po pritet me lëviz koqësisht shpejt edhe përgjatë rajonit tonë. Edhe këtu mandej kemi atë ndryshimin e motit që po na pret, do thotë me qenë se futen masa më të ngrohta ajrore, po edhe në njëjtën kohë priten rreshje shiut prej mesdheut që vjen lagështia, do thotë që tërheq ky ciklon. Edhe në njëjtën kohë ditën e shtunë, kur depërtojnë masat më të ftohta ajrore, pritet më shtrënguar në rreshje të borës, kështu që mandej gjatë fundjavës përgjithësi po na pret situata edhe po pritet me pas edhe rreshje të bore, po ndoshta parafërsisht mund të më thonë ndoshta deri 40 cm treshna të borës mund të më shënu sërish gjatë ditës së diel. Okej, shkojmë te slajdi tjetër, të shohim do të thotë për javën e ardhshme parafërsisht çka po mundet me ndodh te situata sinoptike, ecim te slajdi i jashtëm. Okej, do të thotë pas kalimit të këtij cikloni, mbi rajon, po parashihet do të thotë përgjithësi mesdheun qendror, që mu përqendru pak, mu fuqizu fushat presionit nalt, edhe në ndërkohë munden me stabilizu situatën sinoptike në vend, pra pritet me pas një mot më stabil, ndërkohë që edhe fillojnë të rrymojnë ndoshta rryma pak më të ngrohta ajrore, edhe që i rrisin temperaturat spaku pjesën e dytë javës, me qenë se gjatë fundjavës veç po na vinë masa më të ftohta arktike që i zbresin temperaturat, për këto masa arktike që gjatë javës ashme mandej zhvendosen pak më shumë në lindje, edhe zëvendësohen me masa pak më të ngrohta ajrore, me qenë se ka ishujt britanik depërtojnë tash i fushat ciklonike që patjetër fusin këto masa më të ngrohta ajrore mbi vend. Shkojmë te trendi për 10 ditët e ardhshme, do thotë sipas parashikimeve të fundit që janë zhvilluar gjatë ditës djeshme edhe mbrëmjes, do thotë ditën e sotme pas këtyre intervaleve me diell që i kemi tash orëve të mëngjesit edhe temperatura të ulta deri -8 apo -9 gradë Celsius që ka qenë e parashikuar. Ditën mandej kemi temperaturat shënojnë rritje deri ka 3-4 gradë Celsius. Mirë po gjatë ditës kemi rritje të vranësinave, shtim të vranësinave, edhe po pritet që dikur këtë ma vonë mbrëmje, ndoshta me pas edhe rreshje shiu për gjatë pjesëve të vendit, që ndoshta aty këtu mundet mu përzi edhe me shi të akullt, që është pak rrezik do të thotë për pjesëmarrësin në trafik, pra duhet me pas pak kujdes, me qenë se kemi këto depërtime në një farë mënyrë, po
këto mosat e ftohta me mosat e ngrohta ajrore kanë një farë betejë mbi vendin tonë, edhe varësisht prej shtrijes kryre mosave mund të presim edhe reshje pak që ngrihen në sipërfaqe, pra shi, me qenë se toka është e ftoftë, kur bjen në sipërfaqe të ftoft mundet më ngri dhe mundet me pas edhe ngrica, do të thotë gjatë natës. Për ditën e nesme, mandej pritet me pas edhe reshje të shiut, tash ditën është e parashikuar deri në 4 gradë Celsius temperatura me shënu një rritje, po mundet ndoshta me qenë se ka vranësina deri prej 2 deri në 4 gradë Celsius, varësisht prej pjesës të vendit, edhe ditën e nesme pra ekziston mundësia që me pas një farë përzimje dimrore, treshjeve dimrore, pra edhe shi i akullt apo edhe sqot, derisa dikur ma vonë mbrëmje kur me rrëmje të temperaturave shndërrohet këtë në reshje të bore, edhe mandej ditën e diel ko pas kohë pritet me pas reshje të bore, po nuk do të mungojnë edhe intervale me diell, mirë po që temperaturat vetëm e psojnë një rrëmje, qysh ditën e diel i kemi ditë akullt, pra temperaturat nuk pritet mu ngrit mbi 0 gradë Celsius, i kemi -4 deri -1 gradë Celsius, e gjithashtu edhe ternat, edhe erat kryesisht shfrin prej veriut të verilindjes, madje me hove edhe deri në 12 metra në sekond. Në fillim të javës, prej fillimit të javës, do të thotë ato fushat e presionit rritur, vetëm që dëvërtojnë mbi rajonin tonë, edhe po parashihet pak një situatë ma stabile për gjatë javës sashme, mirë po fillimi i javës do të jetë i acartë, pra priten temperatura kogja tulta, madje sipas parashikimeve për modeleve të ndryshme deri në -14 gradë Celsius mundën me shku temperaturat minimale, apo ndoshta edhe më shumë varësisht varet edhe për shtresës vranësirave orëve të mëngjesit sa mundet me pas. Nëse është mëngjesi më i kthjellët, me siguri që mundën me shku temperaturat edhe më ulët, ndoshta deri edhe -15 e -16, po në përgjithësi do thotë kemi një ditë kogja të acartë edhe ditën e hënë, me qenë se edhe temperaturat maksimale po shkojnë vetëm deri -5 gradë Celsius. Për ditën e martës është parashikuar deri në 0 gradë Celsius, po në disa modele mundet me mbet ende temperaturat e ulta, pra diku -4 gradë Celsius, po pritet tamam një natë disa ditë takullta apo ndoshta ditë arktike apo polare me temperatura tepër të ulta. Tek ditën e mërkurit ndoshta shënojnë një rritje për afërsisht maksimalet mundën me u rrit deri në 3 gradë Celsius apo 2 gradë Celsius ditën e entë mandej, po në përgjithësi do thotë mandej mundën me pas për ditë sajt edhe pak ma shumë intervale me diell, mirë po shkaku që toka është më e ftoftë, me siguri që krijon inversione termike edhe mundet kryesisht ulësira mundet me pas pak edhe mjegull po parashihet për ditën e premte, po nuk përjashtohet mundësia edhe ditën e entë ndoshta me pas pak mjegull, me sens se tash edhe pak rrymojnë ndoshta rrjedha pak masa më të ngrohta ajrore që me siguri ndikojnë te krijimin e këtij inversioni termik, me qenë se masat e ngrohta ajrore ngujojnë ajrin e ftohtë në sipërfaqe dhe mandej edhe shkaku edhe i lagështisë mundu me pas edhe mjegull. Për fundjavën e ardhshme ende është pak situatë e paqartë, pritet temperaturat me qenë pak më të larta, do thotë -1 deri në 3 gradë Celsius apo deri në 5 gradë Celsius ditën e diel. Edhe mundësit ndoshta janë ka pak sinjale që mundet me pas treshen, po sinjalet janë tepër dopta, kështu që ende ka paqartësi çka mundet me ndodh, me qenë se ato moti qëndrueshëm që pritet prej fushave presionit të rritur që bizotojnë mbi rajon, ndoshta mundet me mbetë edhe për gjatë fundjavës ardhshme. Po kjo mbetet të shihet që zhvillohet situata sinoptike gjatë javës së ardhshme. Pra në përgjithësi do të thotë një fundjavë me treshëna që me gjas shndërrohet në reshje të bure, me qenë se temperaturat do të zbresin në 0 gradë Celsius, po mandej java ardhshme fillon me acar kogja tashpër, do thotë temperatura që ma pak i kemi pa viteve të fundit në Kosovë,
po që janë normale, do të thotë nuk është diçka e jashtëzakonshme, deri në -14, -15 gradë Celsius minimalet, e maksimalet mbeten edhe në 0 gradë Celsius, madje tonë vetëm -5 gradë Celsius. Të shohim pak situatën me indeksin e cilësisë së ajrit që mundem me pas gjatë fundjavës. Patjetër që erënat që kemi pas këtyre ditëve të fundit edhe treshënat kanë ndikuar në përmirësim të cilësisë së ajrit, po me qetësimin e situatës e qarkullimit ajror, do të thotë po pritet që gjatë natës sërish me arrit pak vlera më dobta, po jo në krahasim që kemi pas gjatë muajit dhjetor që kanë qenë koncentrimet e grimcave të materjes më të larta, spaku po pritet me qenë vlerat shumë dobta, këto vlerat e çastit, derisa gjatë ditës mundet me mbeti indeksi kryesisht në vlera më shumë dobta. Mirë po, gjatë fundjavës duket që me qenë se edhe po frynë erëna edhe pritet treshëna, mundet me pas një përmirësim, edhe vetëm orëve të mbrëmjes se mundet me pas ndoshta pak një rritje vlerave të çastit që kalojnë me indeks të dobët, po mirë po në përgjithësi po mbetet me vlerat ma pak të rritura, do të thotë mesatare me ngjyrë të verdhë, derisa gjatë ditës mundemi me pas edhe vlerat të pranueshme pra indeksin e cilësisë së ajrit. Okej, shkojmë të slajdit tjetër, të shohim për situatën sipas trendeve të fundit javore. Pra për mërkurin të mendimit për motin i kemi tregu trendet javore që janë përpunuar gjatë fillimit javës, po sot përparaqesim një situatë që është parashihet prej fundit muajit janar deri për afërsisht ndoshta gjithë muaji i shkurtit, që është po parashihet me qenë situata që janë llogaritur gjatë ditës së djeshme. Përgjithësi po duket që kjo periudhë, do të thotë prej 23 janari deri me 22 shkurt, pak a shumë ndoshta këtë shkurti, po parashihet me pas temperatura pak më të ulta, do të thotë mbi kontinentin evropian, që me gjas këtu inkurzione, do të thotë këtu depërtimet masave të ftohta ajrore që po i kemi mbi kontinent në gjatë janarit, me siguri që do pritet me vazhdu edhe për gjatë muajit shkurt, pra tamam një farë shkurti tipik dimror, asaj përket treshënave po pritet me qenë ma të paktën, ndoshta mundet me ndiku situata për shkak që mundet me pas prezencë më të madhe të fushave të presionit të lartë edhe që mbajnë pak një më të qëndrueshëm pjesën më të madhe të kontinentit, madje po vret edhe një pjesë përreth brigjeve të Adriatikut që mundet me qenë më pak treshëna në pranuar, që është një indikator që do të thotë me gjas mundet në më pak ciklone ndoshta me dëvërtuar për kamëzdheu, po ciklonet nuk do të ndalen, do të vazhdojnë të rrjedhin në përgjithësi mbi kontinent, ku pas kohe. Saj përket treshënave po pritet me qenë përreth vlera mesatare ose pak mbi për gjatë vendit tonë, derisa është interesant një sinjal që po na shfaqet përreth Egjeut, që me gjas mundet me pas ndonjë shtjellë ciklonike apo stuhi mesatare që mundet mu formu përreth mesdheut me kalu ka Egjeut, që mandej mundet me na jap këto treshëna edhe për gjatë rajonit tonë. Pra me siguri që epizode me rreshe dëborës mundem me pa edhe gjatë muajit të shkurtit. Okej, po vazhdojmë me vitin 2025. Të shohim do thotë çush ka qenë viti 2025, me qenë se 2024 ka përfunduar si viti më i ngrohtë, qoftë edhe me matje të rrojtimet toksore, po edhe sipas shërbimit për ndryshime klimatike Kopernikus, ku i kemi këtu shënime, pra janë shënimet e shërbimit për ndryshime klimatike Kopernikus për territorin e Kosovës, do thotë prej vitit 1979 deri në 2025. 2025, sipas këtij dataseti, po llogaritet të jetë i dyti më i ngrohtë pas vitit 2024 natyrisht, që i ka pas për 2.2 gradë Celsius temperaturën më të lartë vjetore, a këtë herë kemi 1.6 gradë Celsius, që po i le pas vitin 2019-2023, që kanë pas për plus 1.25 dhe 1.22 gradë Celsius temperaturën më të lartë. Po si ka rrjedhë do të thotë temperatura mujore gjatë këtij viti edhe sezonale, po vret që do thotë
këto temperatura vjetore kanë diku që shumica e mujve ka pas anomali më të ngrohta. Madje kemi pas marsin edhe qershurin që kanë qenë të renditur në vendin e tretë, po edhe korriku ka qenë i renditur në vendin e tretë si më të ngrohtit. Janarin në vendin e 8, gushtin në vendin e 10, po edhe nëntorin e kemi pas kozat ngroht, që është radhit në vendin e 8. Ndërsa është interesant muji maj, llogaritet si i shtati më i ftohtë në të shënimi për 1979-s, me qenë se ka qenë pak më i ftohtë, po e kemi pas edhe një tetur kozat ftohtë që pas vitit 1979, po llogaritet si i 10-it, do të thotë në këtë farë listën në top 10 listat mujore, do të thotë për temperatura. Pra në përgjithësi, po shihet që i kemi pas mujt më të ngrohtë gjatë këtij viti, edhe që kanë diku në fund me pas një temperaturë kaq të lartë. Asaj përket stinëve, është vera që kemi pas kozat të nxehta dhe kjo po llogaritet si vera e tretë më e nxehtë, edhe pse me temperatura ditore do thotë ka pas rekorde, kemi pas datat 25-26 korrik kur është në temperaturat mbi 40 gradë Celsius në përgjithësi në pjesën më të madhe të vendit. Dhe kjo kanë diku pak ndoshta që më qenë edhe vera pak më e nxehtë, po jo ndoshta sikur vitin e kaluar, se vitin e kaluar është në vendin e parë. Edhe për fund të shohim do të thotë tashti sa i përket të reshrave. Pra të shohim reshjet për vitin 2025 që kanë qenë. Pra po shihet që është më e thotë se vitin e shkuar. Sasia të reshrave do të thotë ka qenë pak më e ulët, më sen se edhe vitin e kaluar në fundit kemi përfunduar me 8 mm më pak të reshna, mirë po këtë vit kemi përfunduar me 28 mm më pak të reshna, mirë po vrehet një trend i sasive të reshjeve në rritje që është viteve të fundit, sidomos në dekadën e 2010-ave, po edhe në 2020-at i kemi pas reshjet pak më të shumta reshjet vjetore. Asaj përket reshjeve mujore, po vrehet që do thotë shumica e mujve kanë qenë në vlera mesatare, madje kemi pas qershurin edhe korrikun kozhatot, qershuri po numërohet si i dyti më i thati, po edhe shkurti vendin e tretë si më i thati. Korriku është llogaritet si i shtati, po këtë në fundit edhe dhjetori ka pas një mungesë të madhe të reshjeve, në sens se po llogaritet si i katërt i më i thati. Mirë po kanë diku, po mduket në këtë në sasinë që në fundit me arrit për afërsisht për rreth vlerave normale kanë diku vjeshta që ka qenë më e lagshta, do të thotë vjeshta më e lagshtë në të shënime për vitin 1979, me 172 mm të reshna, apo teturi i parë i më i lagsht me 113 mm, po edhe nëntori nuk ka mungu, do të thotë ka pas kozat reshja të shumta për 78 mm, edhe kjo mandej ndikoi në fund që pak a shumë ndoshta anomalia mos më qenë edhe tepër e madhe, do të thotë vetëm për 28 mm më pak, po shihet që edhe verën e kemi pas shumë të thotë, madje për llogaritet në shënimin si e dyta më e thota me minus 107 mm të reshna. Këtu do të thotë ishin këtë fërtesë që kemi përgatitur për ditën e sotme. Lajmi kryesor është që ka me pas borë edhe për këto ditë të fundjavës. Borën thash edhe më herët që kemi rifresin. Edhe pse shkollat po hapen për ditës tonë, po me gjitha të fëmija kanë edhe një 2 ditë mundësi nëse dojnë me shiu pakat të manat atmosferën dimrore, pushime dimrore, edhe mandej po ditë porat javës janë koqat me acar. Janë më të ftohta se kjo javë? Po, pa tjetër fërtes dhe -14, -15 gradë Celsius të shojmë, ndoshta mundet Ministria 14-15, kështu që të shojmë, ndoshta Ministria Arsimit mundet me pas në një ndryshim të orarit mësimor për fillimin e nxehtësitorit dytë. Të shojmë tash varësisht që i kanë për graditit. Po do thotë acar në fillim të javës tashmë po pritet. Mira, atëherë mendim të falenderoj shumë. Faleminderit fërtis. Kështu vazhdo të na mbash të informuar për krejt temperaturën, kohën, ç'ish do të jetë. Faleminderit.